Segmenti rrugor Bulqize Vjetër Qafbuall është në gjendje të degraduar prej shumë kohësh. Mungesa mirëmbajtjes siç duhet ka bërë që qarkullimi i automjeteve të jetë i vështirë. Më problem, ky aks është bërë për automjetet e vogla të cilat përballen me gropa të mëdha, por edhe mjetet e tonazhit të rënd apo ato që transportojnë punëtorë tek minjerat përballen me vështirësi. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që kjo rrugë të mirëmbahet pasi edhe pse është ndërtuar rruga e Varrezave apo është rruga tjetër që e lidh lagjen e vjetër të Bulqizës me rrugën e Arbrit, ajo është shumë e domosdoshme. Qytetarët e prononcuar i kërkojnë Bashkisë Bulqizë që të ndërhyjnë në mbushjen e gropave dhe hapjen e kanaleve kulluese anësore. Rruga është pak e vështirë, po do të bëjmë pak sakrifizoni. Çfarë i bëjmë? Që ka nevojë për mirëmbajtje tjetër shikojmë, po duhet të bëjmë çdo shteti. Çfarë do bëjmë? Ne zonë dënë në fjalë themi. Lekti kanë ata. Cop, që si shef. Po çfarë rrugë? Kjo rrugë është. E në lu grov me këto. Thonë që kamionat marru. Çdo gjë e marru me drejt degradimit të komplet. Bulqiza ka shku ordi. Duka marru për çdo gjë. Rruga cop. Do mirëmbahet, po bashkia ka punë tjera jemi. Kjo në taksat i paguajmë, makinat i prishim. Kë kolodimin nuk na kalojnë sepse amortizatorët i ndru s'ka një muaj, tash jo prish prap. Kur shkoj ti ndrej prap tash se shkoj kalon në kolodim. Nuk e di çfarë shteti këtu. Ky shteti on vesh do më na vjet taksat, po për të bërë punë nuk bë punë. Po duhet morë mos bashkia ka në administrim këtë rrugë. Bashkia ato flegjum. Me ndërtimin e rrugës së Arbrit, ky segment i kaloi në inventar Bashkisë Bulqizë dhe është kjo e fundit që duhet të kujdeset për mirëmbajtjen e saj.